Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV. Këtë herë dua të ndaloj pak në fakt në këtë kronik, dua të fokusohem te një lajm i cili ka marrë popularitetin më të madh dhe po komentohet gjërësisht për një moment kur Gjesti në natën e finales mori flamurin e Kosovës në dorë dhe jo atë të Shqipërisë edhe doli në skenë. Tani para se unë të lexoj përshkrimin që në fakt kam bërë rreth këtij lajmi, dua të komentoj pak të ngjarjen. E para një herë Gjesti ishte tepër shumë i surprizuar, i emocionuar sepse po realizonte një ngjitje skenike që kishte ëndruar gjithmonë në jetën e tij. Do me thënë, mikrofoni i artë, nuk ishte kot i artë e mikrofon, nuk ishte kot golt, dhe ngjitja skenike ishte ëndra e madhe e Gjestit, do me thënë, në përkthimin e asaj që po ndodhte, përkthehet me superstar, një superstar është në skenë. Dhe tani, Gjesti ishte i mbytur në emocione, ishte i mbytur në ndjesi, ishte i mbytur në lot, në gëzim, në një përshkrim që në fakt nuk përshkruhet në asnjë lloj mënyre. Dhe kjo është një diçka që njerëzit nuk arrinin dot, do me thënë që ta kuptojnë se çfarë flamuri i jepnin në dorë. Gjesti e mori flamurin në këndin e tij të majt të skenës. Do me thënë shkoi tek skena, mori flamurin dhe doli përpara. Në asnjë mënyrë jam shumë i bindur, duke besuar në patriotizmin dhe eksperiencën që kjo familje ka treguar në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të gjakut, në mbrojtje të shqiptarëve, duke patur dhe xhaxhin e tij dëshmor në luftën e Kosovës, jam shumë i bindur që Gjesti nuk e bëri këtë gjën me kastile për të ofenduar apo për të bërë përçarje dhe ndarje të shqiptarët, ashtu siç kjo gjë në fakt po transmetohet nga disa personazhe të cilët mundohen që ta bëjnë kaumpeli, themi ne. Do me thënë thjesht të japin informacione të reme duke e parë shumë bukur skenën, se sa i ndikuar ishte Gjesti nga emocionet dhe çfarë ka arritur Gjesti. Do me thënë dikush këtë fitoren e Gjestit mund ta quaj një gjëkot, por ky djalë e di shumë bukur se sa ka kaluar në jetë, e di shumë bukur se sa ka vuajtur në jetë dhe se sa i hyn në punë kjo fitore kaq e madhe. Unë jam munduar që të gjithën këtë ngjarjen ta shpreh në disa fjalë për ta shpjeguar në mendimin tim dhe realisht për të marrë mendimin tuaj rreth kësaj situate. Finalja e Big Brother VIP Albania 4 u mbyll si gjithmonë me emocione, buzëqeshje dhe lot, me përqafime, duartrokitje dhe gëzim të papërshkrueshëm për fituesin e këtij edicioni, Gjestin. Ishte një natë që shumë do ta kujtonin gjatë, për udhëtimin e tij të veçantë, për mesazhet që përcolli, për mënyrën se si ndërtoi marrëdhënien brenda shtëpisë dhe për mënyrën se si qëndroi vetvetja në çdo moment. Po fatkeqësisht, shumë pak orë pas shpalljes së fituesit, fokusi u zhvendos. Në vend që të festoi suksesi i një të riu për 100 ditë, që dha një shembull të një loje të pastër, mediat sociale shpërthyen në një val komentesh, akuzash edhe keqkuptimesh se Gjesti valviti flamurin e Kosovës dhe jo atë kombëtar shqiptar. Në pamje të parë, për ata që nuk ishin të pranishëm në publik, Gjesti mund të ngjajë si një zgjedhje e qëllimshme, por për ata që e pan nga afër, e din që e vërteta ishte shumë e thjeshtë, në atë moment emocionesh të forta, ku gjithçka ndodh shpejt dhe pa kalkulim. Një person nga publiku, një personazh i afërt apo jo i afërt, apo thjesht një mbështetës i entuziast i Gjestit, i dorëzoi Gjestit flamurin e Kosovës. Ai e kishte marrë me vete, nuk kishte ndonjë plan për të shfaqur një simbol të veçantë e aq më pak për të përshpejtuar ndonjë tjetër. Do me thënë të përjashtonte diçka që nuk bështe dot. Dhe në atë çast, ashtu si shumë prej nesh do të kishin bërë, ai e mori flamurin, e ngriti me emocion
dhe e valviti pa menduar që ky gest i sinqert do të interpretohej si një akt politik, si një deklarat apo më keq si mungesë respekti ndaj flamurit kombëtar. Por ndoshta, këtu qëndron problemi më i madh. Në një vend ku simbolika ka peshë të jashtëzakonshme, ku identiteti kombëtar është i lidhur ngushtësisht me historinë, me gjakun e derdhur, me sakrificat e panumëruara për liri, çdo flamur lexohet si deklarat, çdo ngjyrë analizohet dhe çdo veprim shpërbëhet në kuptime të pafundme. Por le të ndalim në një moment dhe le të pyesim kush është gjesti. Ai nuk është politikan, nuk është ambasador, nuk është përfaqësues zyrtar i një institucioni. Ai është një iri i thjeshtë që hyri në një spektakël televiziv dhe dha maksimumin e tij, tregoi zemër, ndjeshmëri, durim dhe shpeshherë lot. Ai fitoi zemrat e njerëzve jo për shkak të një flamuri, po për shkak të vlerave që përcolli. Dhe në një moment feste, ai bëri diçka të thjeshtë. Mori në dorë një moment simbolik nga dikush që e donte dhe e ngriti lart me respekt. Të gjithë ata që sot e akuzojnë për zgjedhjen e flamurit, harrojnë se flamuri i Kosovës nuk është një flamur i huaj. Ai është flamuri i një pjese të madhe të shqiptarëve që jetojnë në një realitet të veçantë, që kanë kaluar luftë, dhimbje dhe krenari. Ai është flamuri i shumë shqiptarëve që ndihen njësoj krenar për të dhe për flamurin me shqiponjën 2 krenare. Të pretendosh se ngritja e flamurit të Kosovës është mungesë respekti për flamurin kombëtar është të nënvlerësosh thelbin e bashkimit shqiptar. Nëse flamuri i Kosovës është ai kombëtar dhe ai kombëtar vendosen përballë njëri tjetrit, atëherë kemi humbur kuptimin e asaj që quajmë kombësi. Sepse nuk është flamuri që na ndan, është zemra ajo që na bashkon. Flamuri i Kosovës nuk është konkurrent i flamurit shqiptar, është një degë e të njëjtës rënjë, është zëri i njëjtë që ka jehuar në çdo betejë për liri, është gjaku i njëjtë që është derdhur për një ideal të përbashkët, shqiptarizmin. Për këtë arsye, është absurde që një akt spontan, një gest festiv, të kthehet në burim polemikash. Është edhe më absurde që një iri që përfaqësoi veten me dinjitet të vihet në qendër të kritikave për diçka që nuk ishte planifikuar, po të kishte ngritur flamurin kombëtar dhe të mos merrte flamurin e Kosovës, a do të ishte më pak shqiptar? Po të mos merrte asnjë flamur, a do të ishin po këta njerëz që sot e sulmojnë ata që do të akuzonin për mungesë krenarie? Ndoshta është koha të ndalemi, të marrim frymën thellë dhe të kuptojmë se në vend që të kërkojmë ndasi, duhet të kërkojmë pika takimi. Në vend që të kërkojmë arsye për të ndarë një fitore, le ta shohim si një mundësi për bashkim. Sepse kur një shqiptar fiton, qofshin ata nga Tirana, Prishtina, Tetova, Shkupi e Ulqini, fitojmë të gjithë. Dhe kur një flamur ngrihet lart, qofshin ato të kuq me shqiponj apo me yje blu, ato nuk luftojnë njëra tjetrën, po valviten bashkë si simbole të krenarisë tonë të përbashkët. Gjatë gjithë kohës në shtëpinë e Big Brotherit, Ledioni, Neda, Arbri dhe të gjithë personazhet publik dhanë mesazhe që ne nuk duhet të kemi ndarësi dhe flamuri i Kosovës nuk është konkurrent i flamurit kombëtar shqiptar, por është bija e këtij flamuri. Normalisht që flamuri që ne na përfaqëson dhe është giganti i flamurit shqiptar, i shqiptarëve është flamuri kombëtar, është Shqipja me 2 krena, por kjo është bija, është djali i vogël i këtij flamuri që janë motër e vlla, që janë nënë dhe birë, që edhe ky flamur është i shqiptarëve dhe në asnjë mënyrë ne nuk duhet të bëjmë ndarësi apo të shprehim konkurrencë mes këtyre flamurëve. Shqiptarët nuk kanë ndarësi. Ai flamur i vogël me plot yje simbolizon një popull që është zemra e shqiptarëve. Dhe për këtë gjë, flamuri me 2 krena është flamuri që përqafon të gjithë shqiptarët kudo që janë, ndërsa flamuri i Kosovës është një flamur që përfaqëson një shtet që e kishte me patjetër të quhet një shtet,
që për atë pavarësi dhanë qak e humbën jetë gjithë ato vëllezër e motra shqiptare. Andaj le të mos shprehim analizat tona duke dhënë ndarësi, por le ta gjykojmë momentin ashtu siç ndodhi dhe siç ishte, pa vënë epitete dhe pa shtuar fjalë të ndryshme për këtë situatë.